E pamundur. Ti nuk duhet të kishe më qëndrueshmëri. Dëgjoj këtu, Xhiren. Nuk kam mbaruar akoma betejë. Si the? Si mund të qëndrosh akoma në këmbë pas gjithë atyre herëve që je rrëzuar? Androidi 17 dhe Vegeta, si dhe gjithë të tjerët që kanë vërtet shumë besim tek unë. Unë betohem para të gjithëve që nuk do t'i shkënjej kurrë ata. Mbyllë atë gojë, diçka e tillë është e pavlerë përpara fuqisë time. Do ta tregoj unë që nuk është as pak e pavlerë kjo që the. Çfarë the? Shpejtësia e Zotit Goku është rritur akoma edhe më shumë. E pamundur, si mund të ndodhë kjo gjë? Nuk arrini që ta kuptoni këtë. Goku nuk po lufton vetëm për veten e tij atje. Ai mbar të gjitha shpresat tona me vete. Piccolo ka të drejtë. Goku ka fuqinë e njerëzve që kanë ndihmuar njëri tjetrin të fuqizohen. Dhe ne të gjithë e vlerësojmë praninë e njëri tjetrit në maksimum, por edhe ekzistenca jonë jep Gokut fuqi gjithashtu. Jam i sigurt se ai nuk rresht së besuari as edhe një minutë vetëm se si arriti deri këtu me ndihmën tonë. E po kjo ndodh sepse Gokun e përbëjmë ne që të gjithë që jemi këtu. Kur u takuam për herë të parë, disa luftuan me të, disa ishin armiq. Por ja ku jemi këtu, që të gjithë duke i besuar Gokut. Dhe kur ai lufton, ai ka një mënyrë të tij origjinale për ata që e rrethojnë. Ky lloj personi është Goku. Po, pikërisht. Jo këtu është fuqia jonë e vërtet, Xhiren. Kujt i intereson për miqësinë? Kujt i intereson për besimin? Për të pranuar këtë, do të thotë që të mohoj gjithçka që kam qenë deri më tani. Nuk kam për ta besuar këtë fuqi. Diçka e tillë shfarroset shumë thjesht. More fund një herë mirë! Ti more. Fuqia në të